E para, hadithi vërtet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi Allahu si transmeton Abdullah ibn Omeri, se më kujtohet këtë hadith e xher Imam Buhariu, thotë kur i ka pejgamberi Allahut kur ka marrë tekbirin fillestar, me çka i namaz ti? Me tekbir. Jo me ngritja e durve anë sunet. Fjala Allahu Ekber është farz. Ina namaz. Ku ina namaz? S'ki namaz. Fjala Allahu Ekber duesh me thonë, farz. Pa thonë Allahu Ekber s'ki namaz. He namaz tha me fjallën Allahu Ekber, a mo thot, transmetimi Abdullah ibn Omeri sa më kujtohet, pejgamberi Allahu ti ka bashku gishtat. Do e ki poshtu. I ka bashku gishtat, i ka ngjit gishtat, i ka kthi ka kibla, tha i ka kthi të përpjet ka kibla drejt, çështo i ka bashku gishtat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha i zgjat të gishtat i bashkon të kur mirë të tekbir. E kuptum? Formën. Si, e para. Transmeton hadith Abdullah ibn Omeri gjithashtu, se tha kur i ngrente pejgamberi Allahut, tha i ngrente duart afër supëve. Ku janë supët? Çdo apo? Afër supëve. Çdo. Dhe thonë Allahu Akbar. Ka më abeta me thonë Allahu Akbar përpara, duart më ngrejnë përpara 3 mendime. Sa problem? Na shtu Allahu Akbar për para se më ngrejnë duart, na shi ngrejnë duart tu tradhu Allahu Akbar, na është bashkë me tan sa problem, por shkak se ka transmetime. Megjithatë tha afër kujt? Supëve. Hadithi transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Hadithin Malik ibn Huwairith e transmeton gjithashtu Imam Buhariu dhe Muslimi, se pejgamberi Allahut i ngrente duart afër veshëve. Apo te plecët. Afër veshëve. Amo nuk ka transmetim se me kop veshin. Sa me kop veshin. Po ato plecët kur ja kanë mësu namazin njerëzve, me ja kanë mësu afër veshëve, do me thonë qish. E kini qartë. E ka thonë të tuli veshit, do me thonë më kom gisht i madh. Edhe këto e kanë morë si tak, duart, kështu, a këpëton edhe eshtë. Pa të si të flitiru. Afër veshëve banë, qështu. E një të mendim, Imam Shafiu që thotë, që i bashkojmë këto hadithe? Njoni po thotë dërë të supët, apo? Njoni po thotë dërë të vesh. Ka të bojmë, me cëllit punojmë nashti? Ka thonë një mendim, bashkimin e këtire dire dhe pse unë s'jam këtë mendim, po është mendimi Imam Shafiut, thotë moja e gishteve moja e gishteve durve, të rrijet e vesht, e rnoja e dorës, pra suplakës, të më rrijet e supët. Qështu? Mes kësajnë edhe kësaj. Thotë bashkimi. Unë i takoj mendimit ndryshe. Bashkimi këtire di haditheve a kështu. Dë njerë i ngrejnë tërë të vesht, dë njerë dërë të supët. Na pismi ata që janë me dhebin e Ebu Hanifës. Grajote a falet? Gratë a falen? Ku i ngrejnë durt? Të supët a nalt? Pse të supët? Pse vesh i prekin? Pse kanë shamijën, apo? Jo. Lejo të ndeshëm e dini pse. Se në fillim dhe Ebu Hanifja, edhe burrat, edhe meshkujt, edhe gratë janë falë njësoj. I ka ngrejt dur dërë të supët. Kur ka ardhë hadithi, që i mi ngrejt dur dërë të vesht, djetarët e me dhebit Hanefi ka thonë mos ja të lovit mi grave, se se në mirë më vesh me gratë. Me gratë zote kije, me qitë në të qësh. Të lej gratë qashtu. Në të ngrejt dur dërë të supët, ato veprojnë me qëto hadithe, e na burrat bojmë këtë hadith, apo, pite vesht. Do me thonë që s'ka atëre hadith që nuk është praktikua. E kini për qëllë, e kini qartë. Edhe burrat, edhe gratë. Sikur që gratë ku lidhen? Në kërthinz, apo gratë? Jo, për mi. Pse? Tha se gruja avret. Avret inshallah jo para kujnë e ka dalë gje. Mo konë gruja avret, atëre duhet me mlu edhe fësitirën ku të falet. Edhe duhet me mlu, apo? Peqen gruja jote, ku datë zaman, kura konë. Kur u falë, a e qitë ke peqen? A e mlon të fëtirën? Plecë kur mështë i polqerit, thate, jo, do me thonë, amo, shka po do me thonë, hajde.
Do të thotë ajo e kam lu fitirën jashtë, ama namaz jo. Po konë që avreti janë për qëllim, atër edhe fëtirën duhet me mlu, jo. Po janë falë në fillim me hadithët që i mu lidhë në gjoks. Kur ka një hadith mu lidhë në nkërthis, çka të bojmë tash? Thot, burra, shloni dur të poshtë, gratë vazhdoni ju, vazhdoni se si më mirë më vesh me juve. Pra gratë në ti praktikojnë ato hadithët që janë në gjoks, e na po i praktikojmë ato hadithët që janë në nkërthis, atëherë, kena më punu me kejtë hadithët e pejgamberit Allahut. Pse? Tha se s'ban. Shka s'ban? Milon do hadithë, mi punu me do hadithë, tha bojmë pjesë në të ajetin që Allah ka thonë, e fetu minu në bibadil kitabi wa tek furu në bibad. A do pi minni ku për jakone, do pi lini, duhet krejt. Hini në fe komplet. A mërët veshtë. Bile, hanefit ku të lidhen, e di që është lidhen? Digishta që shtu, 3 gishta që shtu, asa që shtu? Plec po i pys, ju të rritë kujtë dini. A që shtu? Plec kër ju pësëshin trak, se ato të qanë Ramazanin tëtë në vjetën kanë volë për namaz. Disiplin namaz. A që vërtet, që i kanë kushtu rëndësi të modhe për pikshmëri namaz. Ska plak, i hinë mrejna, dili mrejna, ha ku do në lëvjes, shkoj, gje shko këtu. Ku ki po? A ki po dhe një plak? A i thët hiq, shkoj që ashtë në mu. Ja shkoj, ja hiq. Tak, si të hullet atia, me vend se lu. Pra e kanë kjo i ka met jo pi neve, pi plegjve. Se ne, që shpo në shofi neve dhe atë këtë të rrit. Në herë hinë, në herë dil, herë, a kupton? Na jena bo modeli keq, për namaz. Pe Ameri Allahut s'ka qenë modeli keq. Para ta ka thonë, pse digisht të bashkë që ka shprecis? Tha se ka diloj aditheve, Një hadith thënë se pejgamberi Allahut e kanë bëshqelën me dorën e gjatë, me shuplakën e gjatë e kanë bëshqelën kanë kraun e majtë. Qështu? Një hadith se pejgamberi Allahut i ka bashku gishtet e dorës gjatë edhe e ka vu mbi kraun e majtë. E tha janaja e opë mi di gishta këti hadithit por, 3 gishta këti ne punojmë me tu di hadithet. A më na i thoj mu i dhnua i hadith i par, mi thom pse mu e di gishta ati 3, shka bani ju atëre? Po thot si kena 6 gishta, shka të bojmë. Pa ata u ledhë të ndërshëm, më forma e bashkimit është e gabuar, unë e mendoj se dhe njerë lidhë qështu, dhe njerë qështu, a do qështu? Pikabet i qështu? Kë ki gjejet kështu? Për shkak se, qështë mujsh? Jo qështë mujsh. Që isha falë pejgamberi Allahut, edhe ka ku t'i ngrejnë dur. Me ngrejnë dur deri të vesht. A ka problem? Jo! Hadithi vërtet! Se më qelëshin në kutën disa gjelmush, ashtu. Ej, mos fjali përse, qonë me ngrejnë dur tër të vesht. Edhe e ban betin, apo? E ban një sunet pejgamberit Allahut që e ka bon. Ban me ngrejnë dur tër vesht. Jam kundër atyre me shëzirët. Vish kështu bojnë. Drejtoj më rakishtët. Formën të mamë. Pra banë dë njerë tër të vesht, dë njerë tër të subasht, që të veprojsh me të di hadithët e pejgamberit Allahut. Nësa vende ngritën durët. Së nësot? Nësa vende dhe me këta e përfundojnë. Ka ardhë hadithët e pejgamberit sallallahu alaihi sallam, që mas pakun 3 vende ngritën durët, dhe aj që ngritë durët i ka 10 sevape në gjdo ngritjeve të durëve. Ku është i kmeti pse mi ngrit durt? Ka urtësi. Edhe interesant, nuk ka porosit në mi ngrit durt kur jena në sejtë, por kur jena në kam. I ngrit durt bajsparin të këbiri fillestar, kërejt djetarët janë bajtimit. Sunet mi ngrit kur tish namaz. Allahu akbar. Apo? Dorën e gjath, mi dorën e majt dhe falësh. Sunet ka ardhë mi ngrit durt gjithashtu këtë qkojsh në ruku. Allahu akbar, i ngrit durt. 10 sevape. Tha po une që si ngriti shka kam, tha si kje 10 sevape, a më namazën është i pranum. Pse? Se ngritja e durve është sunet, e kiloni sunet. Tha ku të ngritë është piruku, asë gjithashtu i ngrejnë durt. Dhe një transmitim ka ardhë, ku të ngritë është prej ulljes së parë, prej të jatit parë. Në 3 reqatë ku të ngritë është ka? I ngrejnë durt. Këto janë 4 momente. Ka dhe disa hadithe që pejgamberi Allahut i ka ngrit dur dhe mes disejdëve. Disa dietarë kanë konsideruar të dop, disa dietarë kanë thonë ban të veprohet dë njerë.
Po këto janë ata bazë